Institucioni i Prefektit Qarkut Shkodër informon se në mbështetje të Bashkisë PUK dhe në koordinim me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile vjen angazhimi i strukturave vendore dhe qendrore për menaxhimin e vatrave të zjarrit në zonën e Malit Tërbunit, Gojanit dhe Gjexhanit. Në Malin e Tërbunit situata paraqitet aktualisht në kontroll, ndërsa forcat toksore vijnë punë për monitorimin dhe eliminimin e vatrave të mbetura. Në zonën Gojani Vogël, Gojani Madh, Gjexhan, situata vjen të mbetet dinamike e ndikuar dhe nga era fort. Deri në këtë moment nuk raportohet avancimi i zjarrit në drejtim të banesave. Operacioni toksor po mbështetet nga ajri prej 3 ditësh, pa ndërprerje me 2 helikopterë të angazhuar në zonat me problematike. Në terren janë angazhuar 3 mjete zjarfikës dhe 15 efektiv nga Bashkia e PUK, 1 mjet zjarfikës dhe 7 efektiv nga Bashkia e Fusharrës, 1 mjet zjarfikës dhe 3 efektiv nga Bashkia e Shkodër, 50 forca bashkiake, 40 efektiv të forcave armatosura, efektiv të policisë së shtetit dhe 50 vullnetar. Forcat angazhuar në disa drejtime operacionale me fokus Gojanin e Madh, Gojanin e Vogël dhe Gjexhanin për të kufizuar prapjen e zjarrit dhe për të mbajtur të mbrojtur zonat e banuara. Institucioni i Prefektit Qarkut Shkodër thekson se vjen koordinimin dhe monitorimin pa ndërprerje të situatës me prioritet mbrojtjen e jetës dhe banesave, si edhe vënien e plotën kontroll të vatrave aktive.